Aksident në aksin Berat Poliçan, makina del nga rruga plagoset babai dhe dy vajzat. Një aksident rrugor ka ndodhur në aksin Berat Poliçan ku një automjet ka dal nga rruga. Sipas të dhënave paraprake, automjeti udhëtonte nga Berati drejt Poliçanit, ku ka humbur kontrollin dhe si pasojë janë plagosur drejtuesi mjetit 40 vjeç dhe dy vajzat e tij 14 dhe 9 vjeç. Të plagosurit janë dërguar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Beratit, ku po marrin trajtim mjekësor. Njoftimi policisë. Informacion paraprak, rreth orës 13:20 në aksin rrugor Berat Poliçan në fshatin Vërtop, shtetasi është 40 vjeç, duke drejtuar automjetin e tij ka humbur kontrollin mbi mjetin e tij dhe përpasoj automjeti ka dal nga rruga. Si pasojë janë dëmtuar lehtë drejtuesi i automjetit dhe dy vajzat e tij të mitura, të cilat po marrin mjekim në spital.